الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما افتح علينا فتوح العارفين استر عيوبنا واستر نساءنا واستر بناتنا واستر عوراتنا وارحمنا وارحم موتانا واحفظنا واحفظ أحيانا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ndëruar xhamat, Allah i namazin e xhamas kabul inshallah. Lutjet tona na i dërgojmë edhe i drejtojmë drejt Allahu xhalla xhelaluhu dhe madhërisë atij. Salavatet, selamet, përshëndetjet e ngrohta Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sipas zakonit ton në këtë xhami, e lutim Allahun xhalla xhelaluhu për rahmetin e tij ta zbrat mbi gjithë ummetin e përgjithësi neve në veçanti këtu, edhe na mbroft Allahu nga çdo e lig. Në të ardhmen inshallah na fshihen gjunat që na kanë kalu, nërduar me qef, pa qef, me dëshirë, pa dëshirë. Na sot inshallah do të diskutojmë në lidhje me disa ajete në xhuzin 30 në Kur'anin e Kerim, me një sure prej sureve të shkurta, duke pas nërmend se dëshira jon është që në derset tona të jemi sa ma praktik. Sa ma praktik do thot sa ma aktual. Sa ma rreth ngjarjeve me qëllim që ne prej çdo sendi në këtë botë që ndodh me kaderin e Allahu xhalla xhelaluhu të marrim një mësim të dukshëm i cili na vjen në përditshmërinë tonë këtu, edhe i shoh me hajrin gjatë jetës, na jetë sevape për të mirën tonë mas vdekjes edhe në ahiret inshallah. Për fjalët e Allahut në Kur'an që do të diskutojmë sot në këtë derë, thash janë në xhuzin e fundit në Kur'anin e Kerim. Mas miri mbrëndësit e një ajetit prej 6.000 sa ajeteve në Kur'anin e Kerim i din Allahu xhalla xhelaluhu. Kurse ne jemi ato spjegues modest të cilët mujnë me ushqi xhamatin e vet sipas mundësive shkencore, sipas aftësive të detyrive të veta, as ma tepër, as ma pak. Po me peshash xhamatin ndershëm që ne të jemi ati. Me peshash që ne të jemi ati. Na Kur'anin e Kerimin, nëse na pyetemi sa kemi prek na edhe spjegimin e tij, ne kemi prek ata as ma shumë, as ma pak se bujku tokën sa e ka prek. Sa është ajo e trashtë e poshtë, edhe sa e ka prek ai kejt jetën e ka shkri për mita, sa ka mora i na përdor, na dhe na pak e kemi prek Kur'anin e Kerimin. Shumë na pak e kemi prek se aq. Për shkak se na kemi punë me fjalën e Allahut të pashtarshme, e shterën kokat e njerëzve mbi ta. Shterën generatat e dietarëve mbi ta. E ai jet prap i freskët, ai jet prap një deti i mbushën, aq sa ka qenë atë diçka ka zbrit. Allahu në Kur'anin e Kerim në këtë sure të shkurt që unë citova para juve sot thot: "Idha zulzilatil ardu zilzalaha." Është fjala në ajetin e parë xhamatin ndershëm për një gjë e cila do të ndodh e s'ka ndodh edhe më. S'ka ndodh hala, akoma s'ka ndodh. Është fjala për dridhjen e tokës. Në Kur'anin e Kerim. Është fjala për dridhjen e tokës. Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Më një herë, njëri prej xhamatit ka drejta me thonë jo ka ndodh. Ka ndodhur ata ka ndodhur shumë herë.
më herët edhe ka ndodhur më shpejt edhe ka ndodhur në këtë vend edhe në vendin tjetër. Atë që po e shpjegoj unë është tjetër sen xhamat e ndershëm. Allahu në Kur'an e Kerim ka thonë idha zulzilatil ardu, nuk ka thonë idha zulzilat ba'dul ardi. Nuk ka thonë kur dridhet diçka në një skaj me një vend prej tokës, po ka thonë toka kur dridhet. Do me thonë gjithsejt kur dridhet. E konkret, është fjala për ditën e kiametit, është fjala për ditën e fundit, është fjala për dridhjen e fundit, është fjala për shkatrimin e objekteve qiellore, është fjala për shkatrimin e planetave, për shkatrimin total të cilën e shpjegon Kurani i Kerimi. Ky shkatrim nuk ka llogari xhamati i ndershëm. Ky shkatrim nuk ka shkatrim lapsi. Ky shkatrim nuk ka shkatrim studioz, të cilin shkatrim e studiojnë institutet seizmologjike. Ky shkatrim të cilin flet Kurani i Kerimi absolut s'ka lidhje me shkencën e kësaj bote. Haber nuk ka. E kam fjalën me shkencën, për të cilën shkencë mundohet njeriu me palu libra në raftin e vet, me këta s'ka lidhje. Ki ku ka lidhjet ki? Ki ka lidhjet, ki shkatrim drejt pas drejti në urdhin edhe vullnetin e Allahut në caktimin e sekondës së fundit, të cilën ai e din prej fillimit, prej në pa fillim, prej nëzël, ai e din se kur ka me ndodhur. Në Kur'an i Kerim për këta flitet. Allahu xhalla xhelalu ka thonë idha zulzilatil ardu kulluha, do me thonë kur dridhet toka gjithsejt. E ta është unë se nuk kam kohë në këtë orë para gjumohe me i kap gjitha ajetet në Kur'an i Kerim me i spjegu para juve, pa ato rrjedhin në vazhdim inshallah. Fa khasafa ash-shamsu wa jumi'a ash-shamsu wal qamar, a dit do tjetë shkatrimi i diellit edhe i hanës, a dit do tjetë shkatrimi i qiellve dhe i yjeve, a dit do tjetë shkatrimi i tokës me ujë me çka ka, a dit do tjetë shkatrimi total, a dit do dalmi ne dikun me një vend ku matematikisht njerëzit nuk kanë haber për ta, po besimisht kanë fetarisht lidhjet ngushta, edhe mu për ata do janë fetar, e kanë emrin musliman që besojnë besimin e vërtet, e tjertë kanë probleme pastaj të cilët do t'i paguin si pas problemeve sa i kanë. E kam fjallën me çështjen e besimit. I nderuar i xhamot, xhamati jon ka të drejtë me bë komparacion krahasim gjatë dëgjimit dersit më njëherë me u lidh me ngjarjet e ditës, ka të drejta me thonë po mirë, Kurani i Kerimi a ka kallëzu se dridhet toka? Jo, na pyesmi diçka tjetër kur jemi këtu, na pyesmi e ai a ka lënë dë një sen që s'ka kallëzu për ta? Kur themi na kështu xhamati jon duhet me la kuptu më njëherë që të na lirojnë neve me shkuën nga zhdim. Nëse pyetemi a ka shpjegu Kurani i Kerimi se toka dridhet, na thojmë e cilën gjë e laj pa shpjegu. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin, wala ratbin wala yabisin illa fi imam illa fi kitabin mubin. E njova edhe e thata fa Allahu në Kurani i Kerim është këtu mrenda. E njoma edhe e thata është në Kurani i Kerim mrenda. Shkurt edhe qartë. Shkurt edhe qartë. E mirë pra, masi qenë ka kështu, a ban me pushu hoxha, a ban me pushu spjegusit e ajeti pari kësaj sure, edhe me në ndërlidh neve në kanalin e ngjarjeve ditore, e me në spjegu mirë, kjo kejt toka mirë, këto të voglat a janë dikun Kurani i Kerim. Këto pjesët a janë dikun Kurani i Kerim. Po janë këto. O i ri edhe i plak i nderuar, janë këto dikun. Tip ka e ke në? E ke në tokën pa dishim. Kur dhome dishka në trupin tanë që e ke tokën nënë dhe prej andej e ke prej ardhin, a është kusht kejt me dhlinë për një hera? Jo, njoni matë për shpine, qëtri matë për barki, njoni matë për krije, pra dishka dhëm e dishka nuk dhëm, ti si në nështone. Dikon dridhet me një vend, e dikon qëtri në vend nuk dridhet, pra nuk është kusht për dit kejt mu dridh. Ajo që e spjegon Kurani i Kerimi, është ajo e madhja mas mrami kur dridhet kejt,
atër pra për e lom pak një kashore, do të vazhdojmë ndoshta gjumaja qivim na inshallah ta'ala, e për nalmi të kjo pjesa pra, veç koka ku dhem, për nalmi veç mëlqia ku dhem, për nalmi vetëm pankariasi ku dhem, për nalmi natë e veshka pra njonja e majta, apo e gjasta, apo një qeliz prej qelizave, e dëshpruar prej diçkajt, apo e shqetsuar prej një elementi, prej ardhën prej ka prej andej. Njerëzit e tonë, besimtarët e tashëm modern, kanë shumë problem me kësi fenomene, me kësi ngjarje xhamatin ndershëm. Merëvesh, me shka dhe kanë problem vesh qerave, ja hoxhën, ja seizmologin, ja mësusin, ja dikan e kapin për jake, edhe ju intereson diçka, shka s'ka mundësi, shka s'ban me ju interesu, edhe s'kan mundësi, zati. A në thëmpi, shka thot Kurani? A din për para dikush se ka mudril? Shka thot Kurani Kerimi për para? Ti e qka për duhet me dit për para? Për qka je interesu me dit për para? Sigur ta kishe dit për para, qka ke pas me bo pra? Zarëm me siguri, më s'ke pas helbet me u largu prej ati vendi. Unë mendoj se kja është qëllimi njerëzve, me u largu prej ati vendi pra. E tash për të regojmë pra, unë po hine epizodin e re pra tash. Një njeri kur a drill toka në vitin 1954 në qytetin Erzincan në lindjen e Turkijës, ka ik prej Erzinxani mose. Atje mo nuk përjetohet, se veç a i shpëtoj. I mat vetëm familja atje. Në to kejt a i shpëtoj, erë një Jalov me jetu. Në qytetin Jalov. Jalova geografikisht është bal për bal me Stamolli në anën qetër të ditit, në anën qetër të gjiut. Edhe ati me jetu. Edhe ati jetoja i 54 në deri tash. 50 vite parafërsisht a i jetoja ati një Jalov. Atë natë që u drill toka një Jalov, ato që ishin shtu prej ati prap vdiqen a i shpëtoj. A i shpëtoj prap. E pastaj atë natë a i mori kerrin, edhe i ki tha, edhe prej këtu mos pas ka bereqet. Edhe prej këtu do të largohen, ora 3 e 5 minuta hipin kerrin e vetë, unis në drejtimin e Brusës. Në vendin Orhan Gazi, me një qytet vogël, 15 minuta ullë me kërë, a i bani një ndeshje dhe vdiq. Kështu pra për shkurti. A ke dëshirë me ditë kur drilë toka, unë e për para për të tregoj. Unë kam mundësi me tregu kur drilë toka, dita a ke ametit kur bërë ka mu drilë toka. Po, ti si ti shë interesu me ikë, me gjunat e tua dhe me sevapët e tua, a diçka është për ti e mas miri me ditë, është për ti e mas miri me dit se Allahun Kurani Kerim ka thonë in kull inna l-maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thuju ja Muhammed qartas edhe haptas se vdekja prej të cilës ju po doni me ik, ajo është të has me juve. Vdekja prej të cilës po mundoni me u largu, ajo është me juve, ajo është mrenda. I nderuar i xhamat, shumë njerëz e dinë se vdekja ju ven. Kështu e din njerëzit, vdekja ven. Filonit i ka ardhur vdekja, filonit i kisha ardhur vdekja. O i dashur, vdekja nuk vjen. Vdekja nuk vjen. Ajo është ati ku je ti tash. Pra terri i notës për me afru afër, se këto janë pa kapshme këto gjona, nuk është let me i kap. Po për me avafru afer, terri i cili ka me mbulu këtë gjami natën, është dikun e ka me arva, këtu është mrenda. A i tash është në gjami o i ndershëm. A i terri i natës është në gjami tash mrenda. A i s'ka shku për i këtu. Po edhe natën kjo drita tash është këtu mrenda është. Nata kur të bot, kjo drita tash është mrenda këtu. E pse bot dritë kur ta kallësh lomën më njëre? Kur ta kallësh lomën ti pra duhet kadal zarë loma kanë në elektrik, ajo drita kanë në lomë, zarë mrenda, loma për maj kanë dritë mrenda. E kur ta kalë është i lomën notër, ajo ka ven pilark pra qatë shpejt e mu bo dritë, ajo është ati mrenda, pra terë dhe drita janë me një vend, jetë dhe vdekja janë me një vend, vdekja është të ti mrenda. Allahun Kurani Kerim tha, kun inna l-mauta, alladhi të firrune minhu, fa innehu mulaqikum, tha ajo vdekja prej të cilës po ikni, ajo është me juve. Por jo në atë kuptimin ditë e kundër të janë bashku me një vend. Ta shte ato që i studiojnë landën e logikës, mujnë me në refuzun këtë ras këto dhe o që gabim e pate. Ditë e kundër të ati vetë ke thonë gjami nuk bashkohen.
A shë vërtet? Ditë të kundër të nuk bashkohen. Po ti si të mujsh me më kalzu pra, kur disë është ti, pika të lahon të ka arë vdekja. Si të mujsh me, api pinalta, api poshta, api shmajta, api gjasta. Me shka e kanë pru ata? A me zarfe kanë pru, a me kulice kanë pru, e kanë shtinë soba? Me shka, a me kamione kanë shpraza? Ti si të mujsh këto mi spjegu, mu më lërën të shkojnë temën teme këto. O ti i dashur, Allahun Kurani Kerim ka thonë, le kutibal alejhimul mautu. Ku t'jemi, me cëllin vend t'jeni? E pastaj zbritin e ajet në Kurani Kerim në afrojneve këtë qeshtje shumë afrë dhe tha walau kuntum fi burujim mushajjada, tha edhe në fortifikata, edhe në piramidat të ndryshme me hi, edhe në kalaja të ndryshme me umbyll, ajo vdekja ati është e ju. Ikni. Pra mos pyt, a thu, a van me dit, më kanë të kshmi dit kur dridhë toka pi për para. Që ditën pra, nesër ora 5:01 minut. Ku shkumë të në? Dulëm prej këtu, ku përshkojmë? Natin. Prej ada pazarit e drejt natin. E pastaj natin shka duhet me bo? Një ditë gjithë ditën duhet me nejtë qut. Edhe të nesrit duhet me nejtë qut. Edhe të mas nesrit duhet me nejtë qut. Në 13 ditë shka duhet me bo? Në 13 ditë duhet me ra me flet. E në ditë natës dridhë toka natin. Pra po ikim edhe natin së përshkojmë dhe të shkojmë në Moskë. Moskë e vojmë një bume dhe qere, bojmë hakarat qendrën e qitetit. Edhe të atje pra po largomi po shkojmë pra në Palestinë. Po shka ka që për qëtërsen përves se diçka, qashtu shka i në gjallë. Pra po këtami në Kurani Kerim. Ma mirë me shetit me ajetet se me shetit me aeroplan. Allahu Gjelle Gjelalu ka thonë, kul inna l-mauta alladhi tafirrone minhu fe innehu mulaqikum, thuju qartazi se vdekja prej të cilës po ikni, ajo është faktikisht me juve. Aja është shtratën e spitalit, aja është kur je i shëndosh me tije, aja është me pasanikin edhe me të varfërin, aja është me ate që ka lind në këtë dunjo. Vdekja është me ate që ka lind këtu, edhe shëtit me ta. Në Turki, në da pazarin Istanbul, unë së pëthëm janë vërtetua ditë, se kanë qenë vërteta dhe për para, oj dashur i gjemot, se të vërtetat nuk duhet me i vërtetu për ditë. Ato njëherë vërtetojnë dhe jetë e vërtet më për gjithmonë. Ska nevojt me majtë kongres, a thu nesëra do të dalit dili, shka po thoi shkencart. Ska nevojt për si kongresi, se si italian Allahu dunjon me jetu ala nesër dili del, ta kesh me di. Ska kongres për këtë punë. Për të vërtetat ska nevojt me umleo me bo biset, a ka kjo e vërteta s'ka? Po ne spjegojmë gjematit tonë dishka qëtërsen krejt. Ne spjegojmë gjematit tonë atë që nëse ka ra një pluhën i besimit në zemrën, në generatorin i cili provon edhe ngrit besimin e ti për dit për pjetë, nëse ka ra një fije pluhën me derset e tona jemi të interesuar me fshirat pluhën, se zban me nejti për langët, zban me nejti plunosë zemra muslimonit. Mrekulli mbi mrekulli. Allahu për dit për na i vërteton madhnin dhe fuqin e vetë me një gjë të vogël për ta besun atë modhën. Ka thoni, kur dridhët toka dit ajo e modhja, po dridhët e vogla për me pasë e modhja ka bo. Shka thot të gjëmatin dërshë, mune me ta puket shembul në katonshti, me shembul të katonit me ta siel një shembul. Shka thot i sa e ke i let me besu? Që është i plemës tane si derdhët, ata kapë më në Armenja se ketë plemja mundet më derdhë? Ta kapë më në Armenja, se kjo e thjesht. Si ti derdhë shpijës tonë një skaj, ata kapë menja më njëherë se edhe tani në mundet më shem, po Allahu e vril tokën me një skaj, me nga tregu neve se ki skaj i kësaj që ju vril, ju fut me falë në zamrat e juve se e modhja po vjen. E modhja po vjen, numër 1. Numër 2, aja Allahu Gjelle Gjelaluhu me madhnin e ti, na spjegon shumë gjana qera, na spjegon qeshtjen e kaderit, të cilën qeshtje pak njerëz dojnë me marë parasysh. Pak njerëz qeshtjen e asaj që nën kursi i thojmë kader. Ja Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dhe gjo mirë. Atë natë, sa baba edhe sa nona mazdarke kanë nejtë të rivonë qut, edhe kanë bo bised për gjallin me martu dhe qikën me bo nuse. Edhe me u gëzu ato, gëzimin më të madh për fëmit që bojnë prindit, edhe ma vonë pa kanë ra me fletë. Ka shku në gjemë të dhe qika ta thu. Qka u bo me to?
Qka ka kjo gjithë fejt emnin? Kjo në islam e ka emnin kader. Kjo ka emnin islam kader. Edhe Allahu Gjelle Gjalu kaderin ati e realizon në mënyrën e veta e realizon. A i që shdo në realizon. E pastaj, i miri në kaderin e Allahu Gjelle Gjalu paguhet me të mirët e veta. Kurse i keqe i paguhet me të mirët e veta. Kaderi Allahu ta Gjelle Gjelalu. Na kur i themi, për ata me folim në gjami me balë shumë të hapun, kur i themi njerëzve se kaderi Allahu Gjelle Gjelalu është ai i cili na pak dim për ta, po mirë besojmë në te. Kështu pra, pak dim për ta, mirë besojmë në te. Kja është islami jonë, kja besimi jonë. Shka diti për kaderin me të pyet dikush të hishtë, kur shos di, veç e besoj se atë natë plot kutia, plot me mija kutia të zinxhirave të altanit të punuar për ta në gurbet, në Gjermani, në Austri, në Zvicër, në Amerikë, në Skandinavi, për me i vu qikës në qaf, edhe nusës gjallit në qaf, plot kutia me mija kutia të altonit, po ngarkohen bager me gjithë nusën e re, edhe gjallineri me nonën e babën, e po hudhën ndeti. Po qitë ndeti se era nuk s'po mundën njerëzit me u afru, po shkojnë ndeti. Kush të more dërës prej këtu? Kush ka me morë mësim prej këtu tash? Këtu ka me morë mësim, a i baba jonë si duhe me morë mësim shti. Aja nana jonë si duhe me morë mësim shti. Asaj qiki me thonë, ashtë mirë moti me martu qikën e gjallin me një zinxhirë në qafë. E moti vakt po thirëm në këta që ndoshta. Edhe na vetë dhe një dytë prej marrës poplit, s'do të mujmë më shdrip ma poshtë pak, se për na full dikush një laf, për na i full dikush një mram, më në fund, ku a i hu një gjall, edhe a pave, me një lirë e kish lon aj. Kje kish lon me një lirë këtu, a i me sa lira e lata asha gje. A i me sa zinxhira e lata asha gje. Sa arka, e sa kasat parave të pasanikve janë rëmi me bager ndeti. O i dashur i gjemot, o gjaliri, o besimtar, o njeri i gjamiës, mas mirit ka hi e tije me besu drejt, edhe ai që ka dëshirë prej tije me ndëgju me besu drejt. Sa njeri ju në ato dita punoj 70 vite me radhë, a i hefi poshte për pjetë për të ndërtu një palat, e për të ndru ata prej ati me mush me qira, me ndërtu qetrin, e sari shfetin ndoshta u hangre dhe u dha për në arë tërta e pasuni më mirë ligjore dhe jo ligjore. Më në fund prej ora 3 e 2 minuta 45 sekunda gjithsejt çka i ndodhi kejt asaj. Mundet dënja në gjami menelisht, ndëni menelisht me thonë o hoqë, po këto i pa me në televizor s'ka nevoj mi spjegu. Kështu njëri jo dhe ka mundet e po i kemi pa dhe këtë në televizor, të s'ka nevoj të na pi i dim, ti shapi spjegon. Unë e di që ti i ki pa në televizor, po ti nuk i ki pa mës televizorit, qka ka. E na gjithmonë jemi mës televizorit. Atje i dashur i gjemati jem, atje ku rënun, mbi 7.000 ndër të esa 5 kache dhe 10 kache. Edhe u banën ato që ti ke pa në televizor, ato unë hiq farës kam njetë me ti spjegu. Po ti spjegoj unë ato që ti s'ke pas rast, mas televizorit me i pa. Atje unë zërë njeriu, ditën e gjumasët një javë, 20 dit, mas dridhjes tokës, 20 dit mas zilzalit, një qik, 7 vjeqare. Ato njerëzit, ato ekipat, i afrun asaj uj me pi se 20 dit ka nejt nër gramadat e shemuna ajo dule pa plunu me fare me një vend kish nejt me vogël se ajo maj vogël se ajo edhe tha ajo du dole ati tha ju tha njerëzve sa të mu pi uj tha pi atëherë tha jam të në dhonë do njerëz për pim ati kemi pi edhe kemi hongër pa ndërpre fare sa s'kam nevoj as për uj as për buk tha neve na ka nëshi do njerëz ati mrenda kjo gjemati ndershëm nuk del në televizor se këta kamerat nuk e kapi, nuk kanë qeshtja kamera. Kamera për këtë punë është një bisht tërfuki që ti e hek play në arit për me të. Edhe as ma te për as ma shumë, këto janë gjona jashtë të kamerës. Qikën qetër e cilën e nëzërën prej gramadave në ata pazari, edhe ajo tha, të falni, ajo doli vetë prej gramadave,
Tha, ti e kusht nxerrë, tha, një plak me mekër, tha, një plak me mekër, më qiti tërë të dera dhe shkoj. Një plak murë, më qiti tërë në dera dhe shkoj. Një plak me mekër. Baftara i plaki me mekër. Ajo mekra që muslimanët po tutën prej mekrës. Ajo mekra që ja marë në përdorë, e po i thojnë do leshe, po i thojnë do pamuke, po i thojnë shka mos. Tha, një plak me mekër, tha murë, edhe më qiti këtu në dërë kësaj shpijes, dërmume, edhe më tha, hajtë shko të shpija jotë, hajtë shko të anena. Këto nuk janë fantazi. Sikur qka nuk është fantazi rasti qetër i dashur i gjemot. Sikur qka nuk është fantazi rasti qetër me dridhën e tokës, pas për edhim bashku ndolina, se kemi nis me arru, po ndodhi me një vend histori, dikon pas për edhim se ku ndodhi, janë mledh njerëz ushtarak një numër shumë i dukshëm, e këtë ta kisha dit kanë pas me u kanë zu me vend, ku kanë dora ma se kanë dërmen. Ushtarak të mëdhaj, të plot shteteve, me një palat shumë të dukshëm të cilit i fanë thonë gjenneti dunjos. Kështu ja fanë guhem në gjenneti dunjos, moli i gjelbert mas shpine, deti parasive, e pas kanë boj një gzim të malë një kohën të kalume në ati së dim cëllën datë, pas kanë boj një gzim të dukshëm, edhe pas kanë marë qëndrime në atë fe palati ato njerës të asaj kohë, pas kanë marë shumë një qëndrim të dukshëm prej qëndrimeve që pa në marë në atë palat pas ka qenë, se e zoni i acijës edhe i sabajt diri sa na jemi këtu ashe ndalume me therë. Prej fjalve që pas kanë folë në atë mezhlis në atë fazë zamonit të kaluarën, pas kanë thonë ato, kush del për balë me neve, me nabo neve, që të rësen përveç se shka jemi, do të ashkim, sukur shka ashki unë këtë liber, edhe një prej burrave të asaj sale, e pas ka shkoq Kurani Kerimi në atë vakt. Pas ka qenë me kohën tonë, tash me këtë sahatin e ri modern, ora 12 e gjimës dikun, e notës, e pas taj mas kësaj ngjarje famoze të madhe në thojza, e pas kën njës ato me lujt, me grat, me bukuoshët e kësa i dunjohë, e pas kën njës me pi. Pas kën njës me pi duhan e rakis bashku, e terin thallësit e notës, njeni prej njerëzve kanë ngushtu. Kanë ngushtu shumë, sa që i pas ka thonë njonit, timi i dohonit, edhe era e rakijës po dojnë me mit, do të dalë pak për jashtë me morë frim, do të largohemi. E aj njeri në pas ka kalzu neve, në për biseda, në për takime, në pas ka kalzu fjallë mas fjallë, se gjarja është e vërtet, se shka ka ndonë historien e përdiqme të njerëzimin në këtë botë. Pas ka dalë një flak prej deti, pas ka dalë një zarmë prej deti deri në 150 metre si pasimit njeriut, e ka përbim ndërtesen me gjithë gjimësin e qitetit. E ato njerëz të menshëm mas, ato njerëz të menshëm ma vonë, pas kënë shkuët në atë vend me pa, ku janë gjintë të tonë, e ta shti pas kënë habit, si kur shka po shkru në lapsi i historisë, i sa kaluarës hershme, edhe jo të hershme shumë, po thoi këm dikon një 17 apo 18 kilometra dikon duhet me qenë fellë. Mësë që ditë fare, Kurani Kerimin me shkoq, e zonin me ndalu, mos tere sabahi, nëse ke dëshirë me ditë tashti, unë në cëllën vene kam ledzu këta, unë të kalzove, kam dëgju këta se në histori me tregime, se kam ledzu një harët kish pas ndo, kjo në të kalumën, si dush me ditë këta është kjo punë e sakt. A ke dëshirë ashtë e vërtet kjo me ditë, unë mësoj dishka që shke qef me ditë. Dil vikat në slupçan, ti mos there mo e zani sabahit, këta e ke nga të me sahat. Vesh thuj, zgudzon me there zanë sabahi këtu, këta kjo t'jetë ndodhë, mas 2 orëve, tjeshe i bindun se ka me ndodhë. I bindun tjeshe se ka me ndodhë. Se kjo ka ndodhë dhe për ma pak se kaqë. Jo për e zonin. Jo për Kurani Kerimin me shkri. A i libri Allahot, i cili të shpia jote ulemat kanë thonë, disa kanë bo muhabet, a musafin me nu a bukën për mi musaf, a musafin për mi buk, kështu gjallarti kanë vetë për para, cila, që s'ka ven ku me nu, bukën e musafin, cilën në te për me nu, me buk po jetojnë, musafin saham, po aja është dishka që dërsen. Unë po të thamë kështu, a i musafi, a i Kurani Kerimi, në kanë mësu neve për bukën. A i në ka kalzu për bukën neve. Ska më naltë,
A unë se krasoj, unë se jam asi hoxë, unë se jam të karlek hoxë. A buka, a musafi, a voja, a pula. Unë jam qëtër them, unë jam qëtër kush. Aja është manalt, a di pse manalt? Se kur të hajsh ti buk, ajo shkon në bark edhe dika qera ka. A kur të hajsh dërës pi Kurani Kerimit, ku shkon? Ska manalt se fjala Allahu Gjelle Gjelalu. A i burri si kish pa që i ka vujë lëzi shumë shpatla këtu, kish mendu se e ka në caktu për me luftu armikun, e ta shti e ka gabu edhe me armikut. E ka gabu armikun, e ka gabu. Në vend se ta shpala armikun, pra s'ban me gabu udhën, nuk ban me gabu anë mikun, nuk ban me gabu mikun me amërtu për anë mik, sa Allahu ka thonë në hadith kodësi, men ada li walijen, fakad adhentuhu bil harb, kush manguc të shejten, ka shpal luft me muë, kështu ka thonë. Kush manguc, kush ma në për këmbë të shejten, e minarja ashe shejta Allahu Gjelle Gjelalu. Ati muezini duhet me therë me regull e zonin. S'ke, më sprek ati. Ti më sufal. Ti si dush banu melache. Ti si dush rinjeri. Ti si dush shëndron dishka qeter. Banu guri si dush. E zonin lejnë e therë. Ati s'ki pun. Sa ashe shejt. Ashtë zasteke Allahut. A e banuin ati. Shka ta mërmenja ti. A i sa si ka të nërjot. Me dalë ti me ata me da uin. Kush e mun? Kush mun ati? Runa Zot. Më sprak ati ku e danë Allahu. Më sprak ati. Ati veshtuj, o Zot, unë po të falemenderoj që i takoj kësaj grupe. Kështu je mirë. Kështu je i mbrojtën. Ama, kjo shamia shka po e bajnë gratë në krije, kjo mu konu dhe ti shnakoni i parë, këto kejt i mledhe i qes me një ven ati, kush e hek, mirë se hek, kush se hek, kejt shpat në qaf ju më shoj, këtive se na lodhen këto shamia. Më dëgjo, as ma pak, as ma shumë shamia grave nuk ashtë se e zani sabajt. Në din po flasë, në Kur'an mrenda, se e zoni ashtë në mësaf me një faqe i shkrum kutherët, shamia ashtë në gjuzim 18 në surët të nur, barabar me e zonin. Më sprak atje ku se ke punën. Më sprak ta asaj shka njeriu i ka thonë këtë dunjo Kur'an kurs, këtu e ka mu emnin. Kur'an kurs, do me thonë, këtu baba ma qenë mu e gjallin edhe qikën me abo hafëz. Dëgjo mirë, baba edhe nona ma qojnë gjallin edhe qikën me abo hafëz. Si të mu e bajnë, si mos mu e se bajnë. Si të mu e aj bojnë, si mos mu e zbojnë. Që të e lidhë me kejtë. Si të mu e unë edhe aj. Ato ma qojnë mu e gjallin në gjami me abo hafëz edhe qikën. Njoni a pik me arë gjamien me urdzu më zbojnë hafëz. A keni ju të dashur që këtë njeri ndërmen me ka qelë front ki, shpijen e kuj ki do me prish. E tash në dëgjo, me keq arje për njerëzit që ka ndodhë, me keq arje të mola, ma në imi o zhalar, për neve a shfaqja tokës këtë qelë me full. Në da pazari unë kesh vetë. Edhe një nejët një orëshe, e mbajtëm Kur'an kurs, i cili është midis qitetit e për rreth nuk ka ndërtes që sa shurdzu për toke, veç Kur'an kurse është ti që i briti mund midis, ati unë majta një mledhe gjimësore, një mledhe një orëshe. Në atë Kur'an kurs, unë zdeshta me më thonë dikush, se ishte pa urdzu, pa shkova në da pazari me, pa, është për një me pa urdzu, edhe hina në ta mrenda. Hina në ta mrenda një orë një mledhe të vogël, një biset shkurt. Me pa, a kjo pun për një me jo? Po për një me. Vetëm Kur'an kursi. Vetëm ajo shtëpi që njerëzit deshtën, ajo mos tjetë. Qerat në tjenë, ato qerat kejtë shkull, ajo met. Men ada li walijen, fakad adhentuhu bil harb. Kush manguc ka thonë Allahu ate që unë edu, a i ka qenë luft me muë. Kur'an kursin me mshel, shamien me hek, imam hatipokullin me mshel, medresen me mshel, qëtër medresen mës me hap, fejen me hek, ajo gruja me shamin parlament mës me hi, hoxha në parlament mës me hi, që tash.
Hoxha mës me hinë parlament. Hoxha mës më bot deputet i parlamentit. Ndëgjë mirë tashti. Një popull, 1 milion. Një popull, 1 milion. Ja japi një hoxhës votën me hinë parlament në bot deputet. Ato që i thojnë na po mundohemi me i pru të drejtat e barabarta, ato që onë refuzojnë hirën e hoxhës parlament edhe thojnë po i dajmë drejtat e barabarta. Hala panis me da asni drejt ja kanë morë kejt ati njeri drejtat të në qonë e bindin një popull me adhon ative qerve vota që ative shka ndalojnë hoxhën me i në parlament edhe i bindin se na me drejt edhe drejtat e barabarta po dojmë me i da. A jemi mu në lidhë shka jemi të fole jo? Me ti e kam shka i në gjami mrenda, edhe me ti shka si në gjami mrenda. Me të dit e kam edhe me ti shka ke ardhë me atë shka s'ka ardhë. Kejtë populli për me i fitu drejtat, për me i andru se po vinë drejtat e kejve, ja japin votën ati shka ja merë drejtat hoxhës me i në parlament. Edhe a i thot, për s'jam të jamon, ma s'ja dha. S'ja dha? E ke provua? E ke provua avana si avana? Hajde asë një pak të para një. Këto njerëz të cilët e ngritin zonin para mikrofoneve, edhe folin fjalë se edhe na imi musliman. Kur ty pyetësh thojnë na muslimanimi. Kur ty pyetësh thojnë na imi musliman. A kursin e Kurani Kerimit të ndalojnë, hoxhën me shku në mësim me dhonë të shkolla ndalojnë, edhe halas din me mor seriozisht këta se kjo ka dënim mrapa, edhe qertë pritin pastaj a i shka se do fen, a i kur të botë fetare të theje hajde e unë po pys pra, a i shka se do fen, a i shka sa musliman në zemër, a i shka se do hoxhën, a i shka se do Kurani Kerimin, a i shka se do pastërtin, a i shka se një gjennetin, a i shka se një gjehenemin, a i shka se një natërevorit, a i shka se di islamin edhe se don, a ti po prit a i kur të bëhet i mirë me kuptu si ti, e të thej a i hajde ti shti e mësim se u bëhë vakti. Ti shka je nudhe, ti shka je nudhe, a jetë e pasas je nudhe. Po aj? Ti shka je nudhe, si je nudhe, ala, se s'po di shka duhet, qish duhet. E aj qetri, aje me mua në lidhje o ti respektuar se na sa jemi troq, e kam fjallën sa jemi troq fërlëmoq, sa jemi në tokë shtrim, sa jemi të plunosën mirë, sa jemi të përlangën dhe, sa s'jemi të razum në kam, sa s'jemi të ditë qëfar detire kemi. Edhe më në fund na doni njoni prej begavatëve, na doni njoni prej begavatëve të mdhaj shumë i madh, mas i udrjetoka na ka dalë me një laf shumë të çuditshëm, të cilin laf të në fjallë se kam pritun e prej ati si hoxh. A i tha kjo ka kaderi Allah gjelle gjelalu që u bo, tha dëgjom një mirë ju trit, dëgjom një mirë, a i tha që 40 vet që heci me abdes po prapu bo. E unë thash pra, një natja pas ka shku Ebu Hanifës. Unë kur këtë punë se s'kam dit me morë në përmend. Unë kam mendu se mas Ebu Hanifës këta s'mujti me bo askush. A një dështë e kanë bo qërë, po unë të kësë di kam thonë. Kur në doli një prej begavatëve, edhe prej fashallarëve të kësaj kohë, tha u bo, tha, që 40 vetë që eci me abdesa me ape u bo. Shkujti me një gazetë këtë fjallë. Ebu Hanifja kishë qenë njëherë me një shosh për pazari të hecë, për qiteti. Edhe ndëgjoj një njeri, tha, ishta shoshit vetë, po kje ndjen. Tha, a për shef qatë që po hecë me shoshin e vetë, tha, po. Tha, Ebu Hanifja, tha, që ki tha. Ki tha, daj me namazin sabaj, tha, fal me abdesin e acijës. Tha, Ebu Hanifja në vetë vetën, tha, kështu tha, po folkën njerëzit për Ebu Hanifën për një sen që sa është e bo. Dhe po s'jam të e bo unë vetë me vetë, dhe s'jam të e falë namazin e sa, unë po flejë, tha natën. E tha pra, masi njerëzit po e dikën se qështu jam, kështu do t'jem, tha pishti. E prej kësaj note, 40 vete ka falë namazin e sabajt me abdesin e asijës, prej kësaj dite, kështu shkrujnë qëtap, prej kësaj dite.
Tha ma si po thejken se jem, e ish pa u konë, tha kështu do t'jem pra. Jo për atër të nëzënve, për Allah unë gjëlle gjëlelu. Kur në doni një shtitash masive, zërzeleve, masive, tha, u bo, tha, po, që 40 që hesi me abdes, tha ma u bo. E unë po të spjegoj edhe po e marë përsi për para Allah në përgjigjë. 40 dit në jetën e vetë që njeri me abdes si ka bo. Jo 40 vit. 40 saat, e di pse? Se raki kur të pisha i prishët edhe me pas me goshda 22 santim të marëm. Me morja abdesaj me sekundar me në gjitë. Me sekundar. E marë dhe në gjitë. Me sekundar. Kur të ngrejsh gotën a i prishët. A jo vesh abdesaj atëherë prishët. Atëherë prishën shumë sende mas ati bërloki mo. Shumë sende prishën. Që me abdesë. O vlavi jem, e dini o të nderuar, o gjemati gjumos, e dini sa jemi mrapa në të menduarit, edhe që ki pluni që ti njeri, plot njerëz i ka mbulu dhe ju ka bota ban për krije. Kështu kanë thonë, ku shfar begi pasmi? O që me nëse kemi ditë këta, po ki këtë me abdes pa e s'ka. Edhe një numër të madh me miliona njerëz kanë mendu se kjo punash e vërtet. A me fjallën kaderi Allahut na me qilloj, se ishte kaderi Allahut me vërtet. Edhe na plotësisht ju spjegojnë xhamatit se është kaderi Allahut, se izmologët i spjegojnë. Qetër se ato s'kan din, ato i spjegojnë shkencë për i kanë ndodh. Edhe neve për na thojnë njerëzit, a është e vërtet ose se për një me pi gaznave? Ja, aja e vërtet, aja është mëse e vërtet. Ajo është mutlak e vërtet, se gaznat në hapësinën e tokës poshtë janë të shumta, edhe janë të lloj-llojshme, janë të interesuara me dalë për shkak të përzirjes së shumtative, shtipjes së lartë, i mshon dikun me dalë o drilë toka, kjo është realitet. Po atë që na në xhamia spjegojnë xhamatit ton, ju thojmë kjo është për një me. Mos largoni prej kësaj se kjo është e vërtet. Po kush ka mas gaznave? Kusha mas gaznave? E tash, nëse ketë se ki spjegu nër tokë, të ta qesmi për mi tokë për me spjegu. Nër tokë ka mazor me kuptu, për mi tokë për qesmi. Ashe vërtet si qaj që i vdiq prej vetimës kepi meglave ajo? Ajo vetima që i mbyti njonin kepi meglave, ashe vërtet kjo? Po, ka kjo e vërtet. Pi meglave ka. Kusha mas meglave? Kusha mas meglave? Po natyra, po pse tash po a dit ka në datën që ka sa ati kash, pse sot jo, e pse në atë vend kanë këtë vend s'ka, pse të ajeri këtë e ki qetri s'ka, s'pa tjerë njërza, e tash tu nëse e ketë qartë, mo e ketë qartë, apo programi islam është i qartë shumë, a i që i ke mas Allahut vetimës, a i ke mas Allahut asaj murmurimës për funi, se edhe termeti është vetim, po prej funi, asë gjë që tërsen, vetim prej poshtë, për me kuptu ma shpejt. Vetim prej poshtë, vetim prej tokës, as një sen qëtër. O gjemot, o vlazen musliman, Allahu Gjelle Gjelaluhu ka thonë Kurani Kerim, dhalike ju khawifullahu bihi ibada. Me kështu, kësi senda Allahu Gjelle Gjelaluhu ka thonë, unë dua që njerëzit të më frigohen, kështu ka thonë, jo i tutin atë kuptim, po unë dua që njerëzit të më frigohen, se kur më frigohen ato janë të mirë. Kur unë frigon ato më dojnë muë, edhe kur unë frigon ato i dune ata. Pra, dhalika, ju khawifullahu bihi ibada. Ka thonë, unë kështu dua që njerëzit të më frigon muë, se kur unë frigon ato, unë i dua të herë. Ajo e madhja do të ndodhë ma vonë. Ajo e madhja do të ndodhë ma vonë. Po këto të voglat tash po ndodhin për me i pane, për me i përjetune, për me pase, jo atë që i ki fituan që jotja. Por mos më u bë me ndëman në tarasën e shtëpisë tonë me gjithoma. Por mos më u bë i madh në pallatin e villën tonë për radh detit, se ajo shkon deti. Ajo shkon deti, e merr deti me veti e me gjithë tije. Kejt mundin që ka harxhu shkon për një sekond. E sa herë kemi thonë na, sa herë kemi thonë se ti ndërton 70 vite me radh, e ajo për një sekond shkon kejt. Ja jet ti as jet pastaj. Sa herë kemi shpjegu na se mundesh me u kthi në zero për një sekond, në zero pe ka ke ardhur. Dush me u këthi vetëm me teshët. Edhe pato bile. Edhe pato bile. Një grua e pritëm në da pazari, ka ke dalë prej shpijes rënume, tha, të ra të dalë. Kështu tha, të ra ajo, tha, të dalë unë. Ajo dullë, po qërët qësë dullën.
nuk ka nevoj, ndoshta ka gjgat me spjegu, këtë që po e spjegujnë e kam vetëm një qëllim sot. Këtë që po e bojmë kam vetëm një qëllim. Ne nga kaluarja jonë të marrë me një mësim, se ne jemi të jetu me një vend për ne të pagarantum. E për ata njerëz tash që miren me shkencë, nuk e njën vetën si gjemati katunit, habe katunart, ato shkojnë të hoxha, ngojnë shka të hoxha, sa ato vetë nuk e din. Ato vetë se din e ngojnë hoxhën, a në shka e din vetë, do që e në imi qëtër, nësë kemi nevojë të hoxha me shku. Edhe ative, do me avë në tekst, të e dit ato dhe njerë me avë në tekst, e pse po që dit një, pse ishin urdzu në dërtesat se kishin qenë në ujë. Për ishin urdzu në ata pazari se ujë 1 metre ish ngatë. Edhe në ujë ishte i ndërtu për qatë janë urdzu. E unë po të piso ti që jabë mësim të shkolla pra, edhe ti që jabë mësim familje, edhe ti në universitet që jabë mësim. E mirë, ti që e ke shpijen në kodër të ndërtume, a se ke në uja? Në kodër nalë, ti a se ke në ujë shpijena? E mirë, ti a si ke mësu fmit, se 75% ruzullit të fësora shuja. Kejt toka 75% boshti, kejt ashujnë 25% tokë. Po ti a se ke shpijen nuja, edhe ti e ke nuj shpijen. Edhe ti, pra mos mashtroj e kodra, se gjali nuhit kodra e mashtroj. Ata për me bo e laq e boni kodra e laq. Se Allah në Kurani Kerim kështu spjegoj, nuhi tha gjalit vetë hec me neve. Hip në një, tha se po kryet me këto njerëzit zullum qarë mo. Po me arthun, a i tha, se awi ila gjebelin jasimuni min el ma. Tha unë do të hipi, tha me një kodër, më shpëton prej ujit. Unë tha po hipi me një kodër, ajo kodra më shpëton prej ujit. Kodra më ashtroj ata. Pra dhe ti që e ke kodër, shpijen kodër, edhe ti e ke nuj shpijen, se kodra jote nuja. Apo do në edhe pak ma thal, ma shkenstarisht pika ona seizmologike, me spjegu edhe pak ma mirë. Interesanta, kejt kodrat e kësaj dynjohës, orfuni janë qullë. Kejt e fata e kësaj dynjohë, nërë në tonë në qullë, orfuni qullë e ka, nuk e ka losh, nuk e ka priket anë e mandej kodër, po orfuni a qullë flije kejt, në të qullin e flijes pështjelën kodrat edhe shpia jote. E toni mos o që ditë që shpe dridh be. Që shpe dridha, e ke pasa leta me dridh, në qullë e ke shpijen të nume, në qullë të flijave. Mos o që ditë në shfare, kejt kjo zbashku, ashtë në nhien edhe fuqien, e kaderit të Allah të madhrueshëm, krijuesit ati i cili edhe a i mos i bë gati me thonë elbet që shporri kamara ajo kodra ati në qullë, ja ke pa një anije që shre edhe ma holë në deti, ja ke pa sa e modha është e pesh 470 metre e gatë, 70 metre e gjanë me 12 kate emnin e ka Europa. E ke pa, jo rrë edhe ma holë se qullë në deti, nuj, rinuj, pa problem heq, pra kodra jote ti që i ke shpijen ashtë një anije, e cila rinuj. Pra ti shpijen e ke nuj, mësë abit. Qish po dridhët, mësë që ditë heq, ajo po dridhët, po do të dridhët nesër. Do të dridhët nesër edhe ma gjallë se sa dridhët sot, e a ditë do të në merë kejve. E a ditë do të në merë kejve, e kja është si 1 milion i fundit, që a ditë kur të në more do të në nëzere para Allah, dalim të mirë, dalim të Allah, gjëlle gjëlelu. Mos dalim me besim qëtër. Atë natë në Turqia, në Greqia, atje e këndej gjematin dërshëm, plot njerëz kanë vdek me raki, plot njerëz kanë vdek me tespi, plot njerëz kanë vdek me tespi, atje tjetra a gje i gjetën di vetë ato që i nëzërshin njerëz, e gjetën një burë dhe një grua me një dhomë, gruën e gjetën në sejsh dhe të vdekun, e gjetën në sejsh dhe të vdekun ora 3, burën e gjetën në fotelin e vetë tespit ndore dhe a i vdekun. O gjemot, edhe këto i gjetën nga da pazarin dhom, edhe të pit ati janë konë, edhe ato se vdagjit janë konë ati, edhe mut pekint janë konë ati, edhe të Allahut kanë qenë ati, edhe të shejtonit kanë qenë ati, kudo mos janë të dipan, kudo mos janë të dipan. Po Allahu Gjelle Gjelaluhu, a i shiqon njonin e qetrit, a i gotës me gotë, a i të spive me të spi në esër. Para Allahu Gjelle Gjelalu, me të spin dorë, a i të thonë subhana Allah para Allahu të nesër del, a i qëtë do del me atë qetërën dë vetën. Mos harroni, mos harroni, trazoni. Dërset e tone janë dërset trazimi, me u trazu prej gjumit e kam fjallën, me u trazu prej gjumit, me pase, na jemi përmi uj, na jemi hol, neve në shatit uj, në nuj e kemi shpijen.
edhe mës me pas një s'ka fajde, edhe nguri me pas prap s'ka fajde. Një inxhinier kish bo një bron, një pend xhamotin dashëm. Dëgjoni të ju trit pak. Një inxhinier kish bo një pend me një vend. Në 100 metre me ujë me mush mrenda. Edhe ato kur e krijnë ata, majt një fjalim, majt inxhinieri një fjalim me një katun që e kishte shtëpit i kishin mas pendës poshtë. Nëse thahet ujë ka ato, si Nikola për shembull, nëse thahet ujë ka ato me kalu. Ishin bo me raka i katuni shumë. Kejt kohën të ndërtu brona penda, ato katunarë kishin bo men, kjo kur thahet. Kjo kur thahet, se do e marru shpinë, dhe me ra kjo, po ti marru e. Mësi maj mend me ra, ti maj mend mës me ra. Me ra kjo kur thahet, kur dridhë toka, kur të bo zërzilja, kur të rëzohet, kur të në misi, kur të një ujë, kur të nazojnë në gjumë natën, ditën. Kështu kishin bo më abet katunarë. Kur e mana dita i fjalimin, që e ka kri më pendën, për e krinë dhe e ka shluin poshtë me umush tërma, a i thoni një fjala inxhinieri. Ative katunarëve ju tha, flini tha rahat ju nër këtë murin e kësaj pendës, tha se kjo e banë dridhin e tokës 12 gradë. Kështu i tha. 12 gradë, tha, më dridhë toka nuk thajet kjo, tha, 12, kur të bërë, tha, thajet. Njeni nga katundarët, i tha ati inxhinieri, tha, o ti, zotni, tha, po më bo 12. Kështu i tha, se i kishë ngullë si taj mu thi kjo, që ati menti ka po mu. Tha, po mu bo 12. A inxhinieri tha, shi që tha, mos u banë me rak, tha, kur të bo 12, tha, ti se shesa, a thi brona. Se shpia jote ka shku në agjen gjevgjeli, me 12. A shpien ti shka e ki me bloka, me napolitonka, me testinja, me. Tha, kur të thatë muri i pendës 12, tha, ti se shesa, se ka maru këna jote shfar shpije kje ti. E ku jetu, abitis puna jote para pendës, tha, nësë banë me rak, tha, për murin e bronës, se nuk e shef, tha, ti ata kur të thejat, hiq. Ke maru para. Edhe ajo do të thejat. Edhe ajo do të thejat. E do të thejat ajo që e ka kryu Zotin hapsin, e ajo që e ka emnin tokë në arkam të tona, e Allahu tha në Kurani Kerim, idha zulzilet il ardu, zilzaleha, tha, dit kur dridhe toka kejt, edhe me tokën shka ka kejt, tha, ju njerëzit, ju këto që jeni në shpinën e asaj, tha, wa akhrajat il ardu athqalaha, tha, ju që do t'jeni ardit në barku në asaj mrenda, apo jo 12, apo 12.000, ju që jeni në barku në asaj mrenda, ju do t'dilni jashtë pastaj. Qa dit do t'dilni ju jashtë prej tokës. Këto t'voglat, pranë, tash, kohën e kemi mja spjegu juve shkurt ndryshimin e t'voglës e të modhës. Këto t'voglat kur dridhen, ju shtin në tokë. Ajo e modhja që janë Kurani Kerim, tha Allahu ju nëzër prej tokës. Wa akhrajat il ardu athqalaha. Njoni prej juve me thevapët e veta, qetri do të del prej juve tha me gjunat e veta, e do të dilni para Allahu xhalla xhelaluhu në të trishtuar mirë, deri në pikën e fundit e do ta bani një pyetje. Kështu tha Allahu në Kurani Kerim. Ju në atë moment do ta bani një pyetje, edhe vetëm asaj pyetje rreth do t'ju sjellni tha. Wa qala al insanu ma laha, e para fjalë që do ta folësh kur dilesh prej vorrit para Allahut, çka ka kjo tokë që po dridhet? Çka ka kjo tokë që po dridhet? Do dridhet me siguri, ama jo si në Turqi, jo si këtu të ne, jo si në Shkup. Në Turqi a dridh toka shumë interesant. A dridh toka një ndërtese ka thi kejt. Qaj e toka dridh një në ndërtese ka sel, ta shti valën e ka 4K, jo ka e ka maru i zot i shpijës, në 4-9 këshirë. Një ndërtes 50 metre prej ati vendi ka shku me një 4 vende a urdzua që. Një gjalliri na informoj se shpijen kë e ka pas, tha kemi pa të shku andoj, pas ta i ka prap këtu ka kon. Ka shku a gjithër e ka këthi këtu prap. Rivajete me sit, pa me përjetu me kejt, qish mos, qetrit kati duqoneve i ka hi post, kati dit ka me hi pi ullës drejt mrena. Ati qetrit 3 kati kanë batis drejt, dratin katë ti hijet pi gjatës. Një grua i tha burrit vetë në dhe pazari, këceva! Prej 54, 45 sekunda, janë shumë 45 sekunda, gjëmotin dërshëm, ato janë ndarësëm pak. Ato janë ndarësëm shumë pak, se sëla nota pak. Ama toka kur dridhët 45 sekunda janë shumë. Një grua tha në dhe pazari, tha, i ka thonë burit vetë, këceva, po këcaj, poshtë, po këcaj, mos kësa, po këcaj, mos kësa, po këcaj, e këceva. Kur ka kësi prej 54 drejt në gjadë. Pare në hatë drejt në ullë. Pa problemi që. Kështu pra,
I tha Rasullullah Aisha radiallahu anha, tha ja Aisha, ditën e dridhjes të plot absolute, tha, kur të dalmi prej varrit të vdeshun. Kështu tha, të vdeshun ja Aisha. Tha unë jo. Tha Rasullullah, tha unë jo. Tha unë i veshun, sa Allah unë kam dëru mu i veshun, tha, unë të dal i veshun. Tha njerëzit të dalin të vdeshun të gjithë pas një fije të eshe vesh. Aisha grue, radiallahu anha, një grue, ajo gruja e grave në dunjo, gruja e grave në dunjo. Ajo tha, ja Rasulallah, as në ven marra? Tha, as të në ven marra ashtu? Tha, ja Aisha, tha, pa dit, tha, dertin gjithë da kemi, kur kush dertin e kur kuj, tha, se ka me e pasi që isha i veshëm, a i veshëm, a. Tha, dit, tha, shka do të ndohë, tha, nuk do ta kemi, tha, na atë dert, se a janë njerëzit veshëm, kur kush kërkan, li kulli mre minhum jaumejdhin, sha'nun jugni. Tha, se i cili prej ative, Allahu ka thonë Kurani Kerim, se i cili prej njerëzve është i angazhu me dertin e vetë, hitë sa të e pa qetrin se qisha. Kështu do të ndodhë. Jo, atë dite, atë natë 45 sekunda, shumë e njeri ka qenë interesum, qashtu qish ka qenë me dalë në arën sokak. Qashtu qish ka qenë. Po fenomeni ma i malë për fundit e dersit sotit, një gjam me e modhe, nëse helbet ka shku menja me vetë. Po ato pëse si kanë qelë dirt me dalë. Pëse si kanë qelë dirt me dalë. E unë po të tregoj, në kejtë Stambolin, 15 milion banor, e në kejtë Nada Pazarin, 200.000 banor, e në Izmit, 400.000 banor, e në Gëllgjëk, e në Jallov, e në Adon, e në Koqa Elli, e në Bakgjilar, e në Avgjilar, kejtë këto vende janë qendrat e zilzalit. Unë po të tregoj se në kejtë këto vende në ato momente as një derë sa qenë. Me dalë. Pa qenë sa, as një derë sa qenë. Kejtë bravat kanë qenë të mbyllën, as një derë s'ka funksionu. Unë bona hoka me një njeri shumë të njofshëm temi në Stambol. I thash, po ti kur u luhat ke kështu, ju mbrus të më falni, kur u luhat ke kështu, se prit që kur të vene ati mund midis me ngre derën. Se prit që kur 45 sekunda më matona, se prit që kur të vene ati, tha mara e kam prit, ase kam prit ti benedishave së qelke. Allahu Gjelle Gjelaluhu, qenë ka pra mbyllë si i dirve, edhe hapë si i dirve, apo? Ajna qenë, aj përna mbyllë ka nere, kejtë dirë për një sekundë përna mbyllë ka kejtë dirë. Pra mos u gëzon atë që e ke, si shpi me dirë, se po mbyllë ka, mos e mërzit nëse se ke, se a dyta i shka spat shpi në shkratina gjallë. Interesant. A i shka mërzit gjithmonë që s'ka shpi janë qadrë, s'ka dhe këqen qadrë alo. A i shka mërzit kish në pas edhe në një palat, ta kish në pas, ta kish në pas, ta kish në pas. A i shka e pat shkoj, kish ka se pat met. Mësë mërzit kur mës ta kishe, mësë gëzo shumë kur ta kishe. Këtu pra na e theri me umetin e Muhammedit me jetu në mes. E mes e ka emnin besim. E me ka tjetojsh pra. Mësë jeto me zënginat, jeto me Allahun. Jeto me Allahun. O gjaliri, jeto me Allahun, ti nga prej mëngjesi dhe tëri mramje, me dorën e gjasë me punu. Kështu a porosia jonë? Nga me punu, mësë ban lanë me të ishi halkit. Mësë ban i pa aftë me prej dorës huj me jetu. Jeto prej dorës tane, nga. Po me kam, ti nga, ama jeto me Allahun. Ti nga punu shumë se dush me punu, to ka në shati, ti e ati, dora jote në shati, mendja jote në shati, kejt janë të ati, punon tokë shumë, bërdi i darët të shpia shumë, se i darë ati e shumë duhet. Nuk martohen cullë pa pare, nuk bon dasmat pa pare, nuk maron gjamit pa pare, nuk maron medresat pa pare, nuk maron taj kuran kursi pa pare, nuk hipët zeqati pa pare, nuk manë fukarat pa pare, nuk mblu, me konti fukarasën e mlon avretin, a ban me janis pima pak pra, me konti pa pare avretin tansën e mlon, këto me pare blen, o gjaliri, këto blen me pare, ti dush me pas, ti dush me qenë pasanik, po pasanik me Allahun, i varfur me Allahun. Nëse ti jeton me Allahun, pra, ani, nash, në drillë tukë. Ska kaj. Nëse jeton me Allahun, nëse jeton me shejtonin, ti nuk mirë ndoshta shtëpia, po një ditë drillët toka nër kam të tua ndrishe. Një ditë drillët toka nër kam të tua ndrishe. E a ditë shka drillët koma ti ke shku panderë, pra. Ke shku gjemati shejtonit të Allahu Gjelle Gjelalu. E na pra, në këtë kursi gjamije, ditën e gjumo, është momenti i pranimit të lutjeve të Allahut, të sidomos në orën e caktume, e inshallah na jemi në orën e caktume tash, e po i lutëm e Allahu Gjelle Gjelalu,
ato njerëz që kanë vdek nga kjo zerzele a gjenë Turkia, Allah i bof merhamet inshallah, ato muslimanët, që ato njerëz që kanë vdek fëmijët e ative e gjallë kanë me të prindet, Allah u sabrin inshallah, ato gra, ato burra, ato fëmijë të ri që kanë met jetima, ato jetimat që kanë met, inshallah ban Zotin njerëz halk që ju dalin Zot ative. Edhe kjo po ndodh, se populli është musliman. Kjo po ndodh, i kanë dalë Zot jetimave njerëzit me rujt, ka thonë këto jetimat derisa të jenë gjallë. E ka bereqet hala, pshet, ka bereqet hala. E inshallah, edhe këto zerzele qetëson, edhe zerzelet e munafiklëkit, edhe të kufrit, edhe këto pakohen inshallah, edhe njerëzit e tonë morin mend, morin mësim nga këto gjona, se te aj sot, nga ti nesër, ti e son të natën, ndodhë, helbet, ama mos dilë shtip se po thomur ti me fleta gjë, të gradinat. Se s'ka fajde për jasaj. Ti flit e shpija rahat knaqo, a Allahu Gjelle Gjelalu e ban punën e vetë, shka ka thonë Zoti, shka jemi nga musliman, cëla punë dhot, ajo që e ka caktu Allahu Gjelle Gjelalu hu Gjelle Shanu. Edhe një rast për e spjegoj, se sot ishte dërthi i kësaj ketë, mos e që dit. Rasulullah i ka thonë hadis, ma asabaka, me këtë hadis për mbylli, ma asabaka, lem jekun li uhtiak. Shka të ka prek, s'ke mund me ik. Kështu ka thonë për nga merion. Shka të ka prek, s'ke mund me ik. Ka thonë, shka s'ka, wa ma akhtaka, lem jekun li usibak. Ka thonë, ajo shka s'ka prek tije, s'ke mund mo afru të preke. Me këtë hadis për